Nga 2011 këtej, kur nisi dialogu fillimisht teknike më pastaj dhe politik, por politik ishte që nga fillimi, sepse me Serbinë nuk mund të kishte dialog teknik, por i tillë është emëruar që nga koha e Edita Tahirit. Ish kryen negociatorja, pastaj vjoj Thaçi, vjoj Isa Mustafa, Ramosh Haradinaj, Abdullah Hoti. Dhe gjithë këta kryeministra janë përballur e këtë thënë dhe vetë, me një presion të madh të lëvizjeve të vendosur dhe të Kurtit që këto figura të defaktorizohen për jashtë, të mos shihen si figura që fjalën që japin atje e zbatojnë politikisht dhe mbrana. Të bëhen të padobishme. Të bëhen të padobishme, keni thënë, këtë qëllim kishte Kurti në atë kohë dhe ky krahasim cili është sot. Leximi unë besoj që leximi i situatës politike na ka pru në këtë konkluzion. Domethënë që lëvizja vendosje ka insistuar mos të madhe që më tepër se sa dialogun per se, kështu në vetvete ta kundërshtoj, t'i bëj të padobishëm aktorët të cilët kanë qenë të involvuar në atë në mënyrë që ta humbin relevancën ndërkombëtare. Ky ka qenë njëra prej qëllimeve taktike të lëvizjes vendosje dhe tashmë po del që i gjithë kundërshtimi që e ka pasur lëvizja vendosje jo më shumë se kundër dialogut, por më tepër se sa kundër personave që e kanë menaxhuar atë, që të njëjtët pastaj të nënshtrohen edhe një presionin ndërkombëtar për shkak të paaftësisë së tyre për të zbatuar zotimet që i kanë marrë para tyre. Dhe shembull konkret është rasti i pronave të manastirit të Deçanit. Gjitha qeveritë janë përballur me çfarë presionit të jashtëzakonshëm diplomatik prej vendeve të kujinit janë përballur pse nuk kanë mundur ta zbatojnë këtë detyrim të Kosovës. Asnjëra prej tyre tash a ka pasur guxim apo nuk ka pasur. Sa po edhe në Kurtin në pushtet? Kjo te kaluam çfarë ka lënë? Mbetet i pas sfiduar në asnjë pikë. Po ndëgjoj, po dhe para komunitetit ndërkombëtar pushtit, cili deri vetëm që fjalën që jep atje e mban dhe në Kosovë pa ushtim, pa zhurmë, pa presion. Dëgjoj, ta themi hapur dhe pa ekuivoke, ta themi. Çfarë reagime opozitare patën për zbatimin e vendimit për transferimin e pronave në manastirin e Deçanit? Leti analizojmë. Ndonjë kundërshtim sporadik, do thotë. Madje edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila kryesisht ka bazën elektorale në atë rajon, befasisht që e heshtur. Nuk u dallu me asnjë aksion të spikatur politik në kundërshtim të këtij vendimi, për dallim prej temës së demarkacionit që kishte qenë tejet agresive për ta kundërshtuar. Kjo është Kurti në pushtet që 6 vite po përpjekje çoj mesazhin e qartë e komunitetit ndërkombëtar që bashkëpunimi i tyre me të është në interes të tyre, nuk ka nevojë të shqetësohen për retorikën e mbrëmshme heroike që e përdor në Kosovë për ta mbajtur të paralizuar opinionin publik, kuptimin politik fjalës, po them opinionin publik, që ka rrezik nga dialogu, për shkak sepse ai është aty personi i duhur në kohën e duhur. Ai është personi i duhur në kohën e duhur, në vendin e duhur për ta mbrojtur Kosovën nga ky rrezik i deri tanishëm që i vinte për shkak të dialogut, në të njëjtën kohë ti zbatoi këto nëse është kështu atëherë pse nuk e fton shtëpia e bardhat, se nuk ishte atje pra. Ndëgjoj, me shtëpinë e bardhë. Sepse po flasim edhe Washington, edhe Brukselin, sa i takon dialogut e kanë çastin komplement. E kanë mirë, po duket që me shtëpinë e bardhë kanë edhe çështje tjera, kanë edhe mosmarrëveshje tjera. Unë prapë them, në asnjë variant dhe në asnjë shans, se kemi ne tash po i shohim këto temat për energjinë e tjera shumë që po dalin në sipërfaqe. Mirë, po sa i përket siç thash pritjes që është bërë në Francë. Asnjë shans nuk ka pasur i njëjti, do thotë që ta ketë këtë pritje ndërshtetërore në një vend të rëndësishëm evropian që është përgjegjësi kryesor për 2 marrëveshjet që i qëndrojnë Kosovës si obligim në tavolinë, pa u lexuar qartë sinjalet që ka lëvizje pozitive në drejtim të zbatimit të këtyre detyrimeve. Dhe me Kurtin si kryeministër i qeverisë 4 apo 5, 6 sa u bonën. Kemi harruar tash edhe ti numërojmë sepse e kuptoj sepse komuniteti ndërkombëtar ka të qartë që me të si kryeministër nuk ka asnjë problem, zbatoj detyrimet që kanë marrë ai dhe Vučić në Brukselën Nord. Dëgjoj, ne kemi edhe unë jam i bindur që në rrethana të tjera, me këto kriza që po kalojnë. Kurti për mbrana, se çfarë u thot njerëzve, se sa shumë është hero, mbetet çështja e debatit për konsum brendshëm. Çështja e qytetarëve të Kosovës. Dëgjoj, unë
Ne kemi reagime që i bëhet thirrje Kosovës, që ti themeloj institucionet e tjera reagime ndërkombëtare. Por unë jam i bindur që në rrethana të tjera politike, me këto krizat e vazhdueshme dhe me këto bllokadat e vazhdueshme që po kalon Kosova, edhe reagimi ndërkombëtar me sot do të ishte krejt tjetër. Përpos ndonjë thirrje epizodike që kemi nga diplomatët e akredituar në Prishtinë, që nuk janë të natyrës çfarë kanë qenë më përpara reagimet ndërkombëtare. Kur kërkoj stabilitet. Dëgjoj, kur kërkoj stabilitet, sepse stabiliteti për interesat e bashkisë ndërkombëtare është në Kosovë. Tjetër stabiliteti që po rëndon jetën e qytetarëve të Kosovës sa i përket inflacionit, sa i përket pamundësive ekonomike. Ai lloj stabiliteti që i konvenon bashkisë ndërkombëtare po menaxhohet në mënyrë perfekte në Republikën e Kosovës. Nga ona e kurit. Prandaj edhe thirrjet e diplomatëve ndërkombëtar janë të vagullta, nuk ka presion të jashtëzakonshëm politik, çfarë ka pas në të kaluarën ndaj leadershipit për t'i kaluar sfidat e kësaj natyre me të cilën u përball Kosova. Duhet i themeloni institucionet, është në interes të Kosovës, kemi këto formulime të zakonshme. Kosova nuk ka kohë të humbë, kemi kësi formulime të jashtëzakonshme juridike, por në të kaluarën jam i bindur që të njëjtit dhe personat konkret do t'i listonin si përgjegjës kryesor pse po e mbajnë vendin penge tjera, pse po e mbajnë vendin të bllokuar e peng në aspektin politik. Por shkak sepse, prapë them, ai lloj makrostabiliteti politik që i konvenon bashkisë ndërkombëtare është duke funksionuar në Kosovë, çështje tjera të zhvillimit ekonomik, dështimit në arsim, të punësimi janë çështje të qytetarëve të Kosovës me cilat duhet të zgjedhin ose të bashkëekzistojnë ose të reagojnë. Nëse janë të kënaqur, mund të vazhdojnë të jenë të kënaqur, nëse janë të pakënaqur, mund të provojnë. E kanë thënë edhe disa diplomatë ndërkombëtar, tash u mbetet qytetarëve të këtyre vendeve se si do të reagojnë sa i përket sjelljes së leadershipit të tyre, Kur po garanton stabilitet. Po, është rrit ky lloj stabiliteti. Është çfarë tensioni. Po garanton që fjalën që u jep atje e zbaton pa duke e mohuar. Po e zbaton duke e mohuar. Ndërsa të kaluarën, ajo që pranoi nuk mund të zbatohet, tash po zbatohet ajo që mohuaj. Dhe këtë përvojë ndan komunitetin ndërkombëtar me kryeministrat pararendës të Kurtit. Dëgjoni, e dim që në për çfarë tensione politike ka kaluar Kosova pas nënshkrimit për marrëveshjen mbi parimet e asociacionit. Bashkë e dinë, vitet 2015, vitet 2018, sa i bën 2014, kanë qenë vitet ma të errta për Kosovën në kuptimin e tensioneve politike. Vendi ka qenë zgrep të luftës civile, ka pas aksione diversante, luftë guerrilla urbane ka pas, që është manifestuar në për sheshet e Prishtinës. I kemi përcjellur bashkë zhvillimet e asaj kohe. Në gusht të 2015 e tjera me kauzat nga Zoti Mustafa. Krahasoj tash situatën politike të sodit me situatën politike të asaj kohe. Stabilitetin e ndryshëm ndërmjet këtyre dy periudhave të ndryshme kohore. Thotë Syza, askush nuk flet më për këtë temë. Pra po them, Sorenseni e bëri temë. Ishte Sorenseni na këndjelli që na tha megjithatë politika juaj po keni filluar zbatoni marrëveshjet. Megjithëse politika juaj po e preferon neglizhimin e diskutimit publik për këtë temë, por mos harroni që Kosova i ka disa detyrime që i ka marrë të konfirmuara tashmë edhe nga burimet e mia profesionale juridike që nuk ka kthim mbrapa në këtë pikë, dhe se Kosova, edhe që e pranon edhe ministri i punës jashtme që Kosova duhet hecë tutje sa i përket këtyre. Kosova dërmuar ekonomikisht nuk i bën përshtypje askujt në komunitetin ndërkombëtar. Absolutisht. Është çështje e lirisë së zgjedhjes së njerëzve, dëshirojnë të mbështesin ose të refuzojnë politikat për brenda, por